Drejtues të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe përfaqësues të Universitetit Partner Boku në Vjenë u takuan në Shkodër me përfaqësues të institucioneve vendore dhe ekspert të fushës në lidhje me përpjekjet e universitetit në arsim, kërkim shkencor dhe transferim teknologjie me nevojat dhe realitetet lokale në rajonet e Shqipërisë. Duke nisur nga viti ri akademik 2025-2026, Universiteti Bujqësor do të ofrojë 9 programe studimi të certifikuara nga Universiteti Boku i Vjenës. Të rit gjimnazistët që po mendojnë sot për të regjistruar në universitet, duhet ta konsiderojnë shumë seriozisht ofertë, sepse çdo i ri që do regjistrohet në këtë vit të ri akademik, përveç diplomës shqiptare të Universitetit Bujqësor Tiranës, do të marrë dhe një diplomë austriake të Universitetit Boku të Vjenës. Krahas kërkimit shkencor, ofertës akademike e tjerë, ne jemi të fokusuar dhe në rolin që një universitet, një institucion i arsimit të lartë, duhet luaj faktikisht, që është transferimi i teknologjive, misioni i tretë i çdo universiteti. Sepse në fund fare të ditës, përveç përfitimit të aspekteve akademike, një universitet nuk duhet të fokusohet brenda murave vetëm për të dhënë, por duhet të transferojë. Dhe roli i universitetit ky është. The meetings were very important. Shqipëria po ecën shumë mirë dhe unë mendoj që është koha e përshtatshme për të filluar reformat së natyre, jo vetëm në Universitetin Bujqësor Tiranës, por edhe institucionet të tjera të arsimit të lartë. Rëndësishme është të kuptojmë specifikat që ka vendi dhe sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri dhe të ndihmojmë në këtë drejtim për të reformuar këtë sistem. Ideja nuk është që të adaptojmë ose të kopjojmë një sistem të funksionimit të arsimit të lartë që është për shembull në Austri, po të adaptojmë një sistem me bazuar të specifikat dhe nevojat që ka sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri. Pra një sistem të huaj që funksionon të adaptojmë në kushtet tona. Qëllimi kryesor është që të prodhojmë student apo njerëz të kualifikuar me njohuritë dhe kompetencat e duhura, të cilët përshtaten shumë mirë me tregun e punës dhe të shërbejnë ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare në tërësi. Ky proces reformues shkon paralel edhe me aspiratën e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Reforma që ky universitet ka nisur, herët ose vonë do të aplikohet nga çdo universitet tjetër në Shqipëri. Me mënyrën e funksionimit aktual, universitetet shqiptare vuajnë, sepse janë të fokusuar vetëm në mësimdhënie dhe mungojnë shumë dy komponentat të tjerë. Mungon kërkimi shkencor, mungon edhe transferimi i teknologjive që jemi sot. Kështu që nisur edhe me perspektivën e Shqipërisë, që në harkun kohor të 4-5 viteve, në vitin 2030, do jetë antare e Bashkimit Evropian, oferta akademike që një institucion i arsimit të lartë ofron duhet patjetër të përshtatet me ato që Bashkimi Evropian pret. Në harkun kohor të 4-5 viteve, Universiteti Bujqësor, ambicia kryesore është të transferohet në një universitet i Bokus në Tiranë. Rektori i Universitetit Bujqësor, profesor Dr. Fatbar Sallaku, ftoi maturantët e veriut të zgjedhin një nga degët e studimit në këtë institucion të lartë arsimor që ka profilin e një universiteti evropian për një arsim të lartë cilësor të orientuar drejt teknologjive moderne dhe zhvillimit të qëndrueshëm.